Po më vjen mirë që kësaj radhe që ndruam pas pushtetit me u deklaru, atë shumë u thirrën në kushtetut, e këta janë shkelësit më të mëdha të kushtetutës. Veç eksploroni, e shifni, sa ligje i kanë miratuar në kuvendin e Kosovës që kanë qenë antikushtetuese, që me procedim në gjykatën kushtetuese janë kthy antikushtetuese, dhe po më vjen mirë që lëvizja vetëvendosë për përdor këto mashat e veta me u prononcu këto ditë, se asnjëherë s'pishon në një oponent puro të lëvizjes vetëvendosë që dele deklarohet, o dalin pe alternatives, o pe guxos, ndërsa ata po rrin heshtje dhe po qëndrojnë komod. Në ata që po thirren, shifni veç deklaratat e zonjës Albulena Haxhiu për votimin e kryeparlamentar në historikën prej se lëvizja vetëvendosë është në kuvendin e Kosovës, shifni historikën, shifni deklaratat e Albulena Haxhiu, shifni deklaratat e Albin Kurtit, që kanë thonë siguroni votat, bëni votat. Nuk e kemi obligim ne opozita me siguru vota lëvizjes vetëvendosje dhe kandidatit të lëvizjes vetëvendosje. Dhe shumë mirë këto po dalin edhe po e luajnë rolin e viktimes. Mirë që një parti e madhe që ka udhëheq me 6 vjet pushtet, tash po del po viktimizohet këtu para mediave dhe para popullit. Bllokues të konstituimit të kuvendit të Kosovës është lëvizja vetëvendosje. Dhe është absurditet i kohës ku e barazojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit me zgjedhjen e nënkryetarit. Zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit është një procedurë krejt tjetër që është e rregulluar me rregulloren e kuvendit dhe ju takon ad hoc, ju takon partive më të mëdha edhe partive të komunitetit. Domethënë s'ka asnjë lidhje zgjedhja e kryeparlamentarit. Zgjedhja e kryeparlamentarit duhet më bë me ndonjë marrëveshje politike, me ndonjë koalicion, se duhet t'i sigurojnë votat ta kalojnë kryeparlamentarin dhe me pas të hinë në procedurën e votimit të qeverisë. Pra këta nuk i kanë votat dhe po e mbajnë peng konstituimin e kuvendit të Kosovës, po e mbajnë peng Kosovën, sepse po ju konvenon, dhe një prej oponentëve që sot u deklaru, shifni me çfarë afera korruptive është duke u përballur dhe e merr guximin del para mediave, po edhe nuk përgjigjet në pyetje që kanë të bëjnë me aferat korruptive që është i akuzuar zoti Peci. Po, ne kemi mbledh nënshkrimet që janë të nevojshme, nevojitën 10 nënshkrime, kemi 10 nënshkrime, nëse do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese, jemi në përfundim të hartimit. Besoj nëse në orën 11 do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese, i kemi nënshkrimet e mjaftueshme, kemi pa që dikush ka thonë nuk janë të mjaftueshme, po janë të mjaftueshme, 10 nënshkrime, kemi pas mundësi me pas sa kemi dash nënshkrime për me procedu, po për këtë procedurë që ne po e adresojmë në gjykatën kushtetuese, nevojitën 10 nënshkrime, ne i kemi 10 nënshkrime dhe nëse do ta procedojmë në gjykatën kushtetuese. Kush janë nënshkruesit, ata të tjetër veç AKës? Janë edhe LDK-ja, ne i plotësuame këto, po kemi mujt me pas nënshkrime edhe për PDK-s. A ka të tjerë që ju kanë refuzuar, pasi që nga lëvizja vetëvendosje është vazhdimisht që ka deputet që mund t'i dalin kundër partisë në këtë ngërshje në kuvend? As që kemi insistu të marrim në nënshkrime, sepse ne kuptojmë pozicionin e tyre, ata zguxojnë të lëvizin edhe nëse kanë vendim ose qëndrim që janë pro atij vendimit, nuk guxojnë dalin jashta konturave të partisë, sepse ne kemi pa dhe mandatën e kaluar, kur zoti Kurti i ka kërcënuar ata deputet të cilët nuk e mbajnë vijën politike, që nuk do të jenë pjesë e listës zgjedhore dhe që nuk do të kenë mundësi më të zgjidhen kandidat. Nesër do e keni në dorë të gjitha media, do e keni kërkesën eksplicit, është e qartësuar, është e saktuar me nene, me paragrafe, është qartësuar, është hartuar prej ekspertëve të kësaj lamie dhe nëse do ta keni në dorë. Besoj që është shkelje e procedurave, është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese që në mes të votimeve, pa pas vota, pa pas një mocion, pa kalu në kuvendin e Kosovës, e ka ndryshuar formën e votimit prej votimit të hapur në votim të mbyllur. Deputete, nëse mundem edhe është një deklaratë e fundit e kryeministrit në detyrë Kurti dje që përfundimisht foli në lidhje
lidhje me situatën politike në vend, ndër të tjera thotë që nuk ka ngërç politik, por ka një bankom kushtetues lidhet me këtë çështjen e hartimit që jeni duke bëu aktualisht, edhe qysh e vlerësoni se Jo, është ngërç politik sepse një kryeministër tash në detyrë, e cili po e mban detyrën e kryeministrit edhe që e ka lëshu detyrën, ka dhënë dorëheqje pasi që u bë deputet. Kjo është shkelje kushtetuese që LDK-ja veç e ka proceduar. Ka ngërç politik, duhet të angazhohen ata, duhet të angazhohen që mos në vim këto seanca çdo 48 orë, të sigurojnë numrat, kaloj kryeparlamentarja dhe të procedojmë me tutje në zgjedhjen e qeverisë. Faleminderit edhe për izin.